Deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës, Edona Bilali, ka parë nga afër një nga fabrikat e përpunimit të pajisjeve elektroshtëpiake të cilat eksportohen në tregun italian. Ajo është njohur me procesin e punës, ndërkohë që ka lançuar edhe nismën që do të ndërmarrë pas 11 majit. Duke pasur parasysh se shumë nëna nuk kanë mundësi të punojnë për shkak të orareve të shkollave, do të merret në konsiderat zgjatja e qëndrimit të fëmijëve në ambientet shkollore, duke implementuar programin e detyrave të shtëpisë, çka i lehtëson gjatë pasdites zonjat. Mendoj që këtë mandat ne duhet me bëj një nismë dhe kam një projekt konkret që lidhet me zgjatjen e orareve në shkolla. Nuk e kam premtim dhe nuk besoj që mund t'ja dalim qysh me një shtator me e banë ta në shkollat për herë, por do të fillojmë ta pilotojmë si një model krejt të rëndësishëm e domosdoshëm, sepse gratë nuk janë punë 8 deri në 12:30 ose deri në 1, po janë deri në 4:30 deri në 5. Ajo që po studiohet është një model që s'e kena shpik ne shqiptarët, por ne mjafton ta implementojmë, që bajnë mësim 4-pesor, siç është aktualisht sistemi, dhe bajnë detyrat në shkollë. Detyra shpeshbisi bajnë në shkollë. Duke u referuar fushatës zgjedhore, ajo i bëri thirrje që të mos votojnë me militantizëm, por të ndjekin vazhdimsinë e zhvillimit të Shkodrës. Shifni ç'është bë konkrete, punë të matshme, tifozllëku nuk na ndihmon në fëmijët me ecë përpara. Me investu dhe me votu aty ku të vjen puna, aty ku është investimi, aty ku është rruga, ku është infrastruktura, ku është kopshti, qerdhja, shkolla, akoma ka jashtëzakonisht shumë për të bërë për Shkodrën. Edona Bilali gjithashtu deklaroi se qeveria shqiptare dhe Partia Socialiste do të vijojë të mbështesë sipërmarrje që krijojnë vende pune, garantojnë prodhim cilësor dhe rrisin besimin tek ekonomia jon, duke i orientuar ato drejt ciklit të mbyllur.